E përmbi shenjë të hylindës së shpëtona, i mbytur prej ngasjeve si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaliviti. Problemet familjare, shqetësim, trazir dhe dëshpërim. Është gjë e keqe që të dëshpërohet dikush. Problemet në familje nuk mund të eliminohen plotësisht, por ekziston mënyra se si t'i trajtojmë ato. I dëshpëruari hidhërohet, humbet dëshirën dhe fuqinë e tij, ndërsa ai që shpreson ecën përpara. Siç thot qartë apostull Pavli, i harroi ato që kam lënë prapa dhe eci përpara. Në situata kritike familjare, ku duhej të fliste qartë Perëndia nëpërmjet ngjarjeve, Jeronte i Shenjtë i binte alarmit të lutjes dhe të kreshmës. Lutje e nxehtë dhe kreshmë për 3 ditë dhe Perëndia fliste me ngjarjet që pasonin. Kur tjetri është i egërsuar kundër teje, shumë herë gati të të shqyej, ti mos fol, bëj lutje brenda dhe Perëndia do ta qetësojë. Besoje këtë. Vetëm Perëndia i ndryshon zemrat e njerëzve. E çfarëdo që të themi, nuk bëjmë asgjë. Në familje, kur duhet të merrni vendime të ndryshme serioze dhe ekzistojnë dilema, nëse është periudha e provimeve të fëmijëve, bëni zakon të thoni këtë lutje nga urtësia e Solomonit. O Perëndi i jetërve dhe Zoti i mëshirës, ti që me anë të fjalës sate i krijove të gjitha, që njeriu e krijove me anë të urtësisë sate për të sunduar krijesat që ti i përftove, për të drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi dhe për të gjykuar gjyqin me shpirt të drejtë. Ma jep urtësinë që rri në fron pranë teje dhe mos më përjashto nga numri i fëmijëve të tu, sepse unë jam shërbëtori yt, biri i skllave sate, njeri i vogël dhe jetë shkurtër, i paaft për të kuptuar gjyq e ligj. Sepse edhe po të gjendej ndër bijtë e njerëzve ndokush i përsosur, por në qoftë se i mungon urtësia jote, do të vlerësohej me asgjë. Dërgoje nga qiejt e tu të shenjtë dhe nga froni lavdis sate, që të jetë me mua e të mundohet krah për krah me mua, që të di çka është e pëlqyeshme para teje. Shpesh në mes të dallgëve të larta dhe në rebeshjen e marrëdhënieve në familje, kujtoni diçka shumë të rëndësishme. Ta ndjeni Krishtin si mikun tuaj. Ram, u hidhëruam, mëkatuam, me afrimitet, dashuri dhe besim, le të vrapojmë drejt Krishtit, jo me frikë se do të na ndëshkojë, por me guximin që do të na jap ndjesia e mikut. Ti themi me guxim: O Zot, rash, bëra gabim, më fal. Ai na do kështu siç jemi. Shere, revolt, trazir. Të qëndrojmë me shpresëtari përpara të kryqëzuarit dhe të themi: O Zot Jezu Krisht, mëshirom. Ti drejtohemi Zotit me pamjen e një shërbëtori të përulur, me një zë lutës, përgjërues, mjafton të ekzistojë dëshira e mirë, përulësia dhe dashuria. Ngadalë, shpirti zbutet. Probleme në familje, rrëmujë e madhe në shtëpi? Mos shikoni të keqen. Shikoni prerjen e Perëndis dhe bini në të me guxim dhe ecni përpara me shpresë. Mënyra më e mirë është përbuzja e kësaj fryme shqetësuese dhe përpjekja, arti, si të thuash, për ta kthyer këtë atmosferë në një atmosferë të bekuar. Shënandoni shpesh thoshte: Tundimet e mëdha mund të kapërcehen vetëm me përulësi dhe dashuri. Vërtet, sa shumë trazira dhe mungesë paqeje ka shpesh në shtëpitë tona. Sa marrëdhënie e vështirë është mes nesh, probleme psikike, të fituara dhe të trashëguara. Të mos keni asgjë nga të gjitha këto, na thot Ati i Shenjtë, janë të gjitha nga njeriu i vjetër që kemi brenda nesh, por kur e duam Krishtin me gjithë shpirt, kur vjen dashuria hynore, atëherë të gjitha problemet largohen dhe ne mbushemi me gëzim
dhe me paqe shpirtërore. Jerond, nuk mund të duroj dot burrin tim, është grindavec. Ke egoizëm, e di këtë? Nga ky po i pëson të gjitha. E di, Jerond, e kam që nga fëmiria, lutuni që të më jap Perëndia për ulësi në zemër. Kur zemra ka për ulësinë e shenjtë, e cila është dhuratë nga Perëndia, të gjitha i sheh mirë dhe jeton që tani në kishën e pakrijuar të Perëndisë. Pra, mos thuaj është grindavec, inatoset e të tjerë. Mos thuaj që nuk e duroj dot më. Kështu ndahesh nga hiri i Perëndisë. Nuk je në dashurinë e Perëndisë, përkundrazi, mos i vër re dobësitë e tij, mos i imito, shkatërroj muret që të ndajnë prej ti dhe kështu të hyn mistikisht brenda dashurisë së Perëndisë. Krishti tha, ti dua marmiq tan. Imagjino të afërmit. A e kupton këtë? Është gjë e madhe të duam të gjithë dhe të lutemi për ta. A i ka të nduar ndonjë nga ju djalli? E bën të bezdisshëm, grindavec, sharxhi. Nëse të tjerët nuk janë gati në lutje, shqetësimi përhapet e të gjithë. Përkundrazi, nëse njëri lutet për të tjerët, shqetësimi zvogëlohet. Ai rrezaton hirin e Perëndisë, si rrjedhim, hiri përhapet në të gjithë mjedisin e tyre dhe e shenjtëron atë. Kur shikon diçka në shtëpi dhe reagon për brenda, si dhe detyron veten që të mos flasësh, tashmë nuk je në rregull me këtë imponim, sepse nuk ja hape zemrën në këtë moment Zotit që të hyjë butësisht, të sjellë dashuri, butësi dhe mirësi. Edhe sikur të duam atëherë të inatosemi, të bëjmë keq tjetrit, nuk mundemi. Atëherë vlen kjo, nuk rroj më unë, por rron Krishti brenda meje. Por që të bëhen të gjitha këto, nevojitet një përgatitje. Betejë brenda familjes nuk është e vogël. Mësoni të zbatoni urdhërimet e Perëndisë. Dëboni pasionet, gjykimin, inatin me butësi. Do me thënë, mos e goditni të keqen drejt për drejt, por duke e përbuzur pasionin, kthehuni me dashuri te Perëndia. Himnet, troparet e shenjtorëve dhe psalmet së bashku me shkrimin e shenjtë dhe etërit do ta zbutin shpirtin tuaj dhe do ta përgatisin. O birë të dish se asgjë nuk ka ndodhur këtu rastësisht. Të gjitha kanë qëllimin e tyre. Asgjë nuk ndodh pa ekzistuar një shkak. Asnjë hal nuk bie nga pisha nëse nuk do Perëndia. Prandaj nuk duhet të mërzitesh për asgjë që të ndodh. Kështu shenjtërohemi. Ja, ti mërzitesh me personat në shtëpinë tënde dhe lodhesh shpesh herë me gruan e shpesh herë me fëmijët. Për këto janë ato që të bëjnë të ngrihesh lart shpirtërisht. Po të mos ishin ata, ti nuk do të përparoje fare. Ti ka dhënë Zoti. Por, do më thuash, a është gjë e mirë të vuajmë nga njerëzit tanë të dashur? Kështu do Perëndia. Dhe ti je shumë i ndjeshëm dhe nga mërzitja të dhemb poshtë barku apo jo. Familjen e ndihmon shumë atmosfera e qetë në shtëpi, kur në rrëfim nuk themi vetëm mëkatet, por edhe mendimet e ndryshme insistuese, për shembull, mendime frike, trishtimi, pasigurie, gëzimi, shqetësimi, që kalojmë në përngjarje apo incidente të ndryshme, si tërmete, vdekje, dasma, besimi i pakët e të tjerë. Sa më larg Perëndisë të jetë çifti, aq më shumë shqetësohet dhe torturohet nga gjëra të ndryshme. Kur kemi diçka që na mundon, shkojmë menjëherë tek ati shpirtëror. Kur ka trazira në shtëpi, qoftë për ndonjë sëmundje, qoftë për marrëdhënie të këqija mes jush, bëni ajazmë, bëni fqeli. Është vizitë nga Perëndia. Edhe unë një herë kam pasur një puçër në shpinë që më dhimbte shumë. Më lyen me vaj nga fqelia që bëm, dhimbja u largua menjëherë. Kështu të bëni edhe ju. Brenda shtëpisë, në familje, dita juaj le të fillojë me gëzim, mirënjohje dhe optimizëm, duke lënë pas të djeshme në mërzitshme. Bëni çdo ditë një fillim të ri. Kujtoni se si mërzitjet tona janë shkak për mungesën e Krishtit në thellësinë e shpirtit ton dhe për shkak të energjive demoniake, për shkak të mëkateve tona dhe të egoizmit ton të plagosur nga veprat tona jo të mira. Ju thot tjetri diçka që ju lëndon. Zoti e di, ju hapni dyert përpara Zotit duke thënë: O Zoti Jesu Krisht, më shirom. Ta bëni një me veten tuaj,
Dhe Zoti e di se çfarë po e mundon atë thellë brenda dhe duke parë dashurinë tuaj, nxiton për ta ndihmuar. Është një lloj dukje jona të këmbgulim që të tjerët të bëhen të mirë. Në të vërtetë, duam ne të bëhemi të mirë dhe nga që nuk mundim, e kërkojmë nga të tjerët, këmbgulim në këtë. Dhe ndërsa të gjitha korrigjohen me lutje, ne shpesh mërzitemi, inatosemi dhe kritikojmë. Kujdes nga lufta e mendimeve të liga, të cilat na e bën djalli. Ai ju tërheq nga mënga për t'ju çorientuar. Ju mos filloni të bisedoni me të, as të kundërshtoni. Ju vazhdoni rrugën tuaj. Ai do t'ju tërheqë nga mënga, por ju ecni në rrugën tuaj dhe në një moment do të mërzitet dhe do t'ju lërë. E keqja fillon me mendimet e liga. Kur mërzitesh dhe inatosesh, qoftë edhe me mendim, e prish atmosferën në shtëpi, e pengon shpirtin e shenjtë të veprojë, e lejon djallin ta zmadhojë të keqen. Lutu mistikisht, duaj dhe fali të tjerët, duke dëbuar për brenda teje çdo mendim të keq. Mos e drejtëso veten, kujdes, sepse edhe murmuritja më e vogël kundër të afërmit e ndikon shpirtin tuaj dhe e pengon lutjen tuaj. Edhe nëse pa drejtësohesh, mos kundërshto dhe mos u nevrikos, por duro dhe hesht, duke preferuar që ti informoj Perëndia të tjerët për ty, sepse kjo është për të mirën tënde dhe mos u bë avokat dhe mbrojtës i vetes. Personi neurotik do t'ju torturoj pa e kuptuar. Ja si duhet të stillesh. Do të bëhesh gati për të shkuar në një punë. Neurotiku do të thotë, ku po shkon? Dhe ti do të përgjigjesh, po shkoj në një punë. Ai do të fillojë të bëjë sherr, do të bërtas. Ti nuk duhet të ndryshosh programin, por as nuk duhet të nevrikosesh. Duhet të jesh e qëndrueshme dhe e qetë. Pra, e qetë edhe nga brenda, jo vetëm nga jashtë. Është shumë e rëndësishme të mos vuash asgjë brenda vetes. Po ty, çfarë të thajeron ti në momentet e tua të vetmisë dhe të dhimbjes, kur burri yt vdiq para kohe dhe ka qiri? Më ndihmoi shumë Jeronti në ato momente, kur është e natyrshme të biesh në depresion dhe fillojnë të të mundojnë pyetjet, pse o Zot, pse e more para kohe? Ndjeva atëherë një plogështi dhe rija në divan dhe nuk ngrihesha dot. Atëherë Jeronti më këshilloi. Sa herë të ndjesh këtë gjë, ngrihu dhe dil një shëtitje në mal. Dhe kur e pyeta se si mund të dilja jashtë nëse do të ishte mbrëmje, ai mu përgjigj. Nëse nuk mund të dalësh, still në mendje gjatë gjithë kohës imazhe si atë park që e ke vizituar me burrin dhe fëmijët, ose atë perëndim të bukur dielli që e keni shijuar në det. Dëboj mendimet e këqija dhe thuaj, o Zoti Jezu Krisht, mëshiroje burrin tim, mëshirona ne. Ai më rënjosi pikërisht këtë bindje se ekziston komunikimi mes kishës së gjallë dhe kishës triumfale. E zhytur në depresion për shkak të vdekjes së të shoqit, gëzoi hyri me druajtje në qelinë e Jerontit. Fjalët e saj të para ishin: Jeront, kam humbur tim shoq dhe jam e dëshpëruar. Jeronti ju përgjigj: Ti ke humbur veten, sepse ke humbur besimin. Nuk e humbur burrin. Burri ishte i Zotit dhe ai e mori, ashtu si do ta marrë edhe ne. E shoh që nga mërzitja e madhe ti ke rënë në melankoli dhe i ke krijuar probleme jo vetëm vetes, por edhe fëmijëve të tu të cilët janë prekur nga që të shohin ty që qanë çdo ditë pa ngushëllim. Jeronti e ngushëlloi me udhëzime praktike për përballimin e problemeve të saj dhe i transmetoi besimin te Zoti dhe shpresën se do ta takonte bashkëshortin e saj në qiell. Mos e fajso personin tjetër për gabimet e tij dhe mos ja kujto ato. Atëherë ul në stol ndërgjegjja e tij dhe e gjykon. Vetëm në këtë mënyrë korrigjohet e keqja. Përndryshe, kur e kritikon, ai mbron veten, justifikohet, ta hedh fajin ty dhe të tjerëve, bëhet i ashpër dhe e keqja, në vend që të korrigjohet, përkeqësohet. Më vizitoi në qeli një zonjë shumë e dëshpëruar, e cila rrezikonte të vdiste nga pikëllimi. Shkaku ishte burri i saj, i cili vuante shumë nga astma, siç më tha ajo, dhe sa i vinte keq për të, por nuk mund ta ndihmonte dot dhe kjo gjë e trishtonte. Por unë pash gjëra të tjera. Do të ndihmoj, i thash, por a pranon të bësh atë që do të them?
do të bëj çfarë do që të më thoni. Tani do të largohesh nga këtu dhe do të shkosh në shtëpi, do të hysh nga hyrja kryesore dhe do të shkosh në dhomën ku është burri yt I sëmur. Do të qëndrosh pak me të dhe do ta shohësh se çfarë do bëj. Më pas, do të çohesh dhe do të thuash: "Dua të dal 1 orë në treg për të bërë pazare." Por ti nuk do të shkosh në treg, por do të vish rrotull shtëpisë dhe do të hysh nga dera e pasme në kuzhinë që ndahet me dhomën e tij. Por bëj kujdes që mos të shoh. Do të qëndrosh aty në kuzhinë rreth 1 orë dhe do të vesh veshin për të dëgjuar se çfarë do të bëj ai. Kur të kaloj ora, do të dalësh nga dera e pasme dhe do të bësh përsëri qarkun dhe do të hysh në dhomën e tij nga përpara. Përsëri do të shohësh se çfarë do të bëj sapo të shoh. Zonja bëri siç I thash. Të nesërmen ajo erdhi përsëri. Çfarë ndodhi? Jërond, sa po hyra nga dera e përparme në dhomën e bashkëshortit tim, ai filloi të kollitej me të madhe, të pështy dhe të më ankohej me hidhërim se nuk e dua, se nuk më vjen as pak keq për të dhe se e lë vetëm të vuaj. Pas pak I thash se do të dalë në treg për rreth 1 orë. Kollitje dhe ankesa të tjera. Kur hyra në kuzhinë, vura re se dhoma e burrit tim ishte jashtëzakonisht e qetë. Kaloi 1 orë dhe u ktheva tek ai. Sa po hapa derën, më pa, filloi të kollitej përsëri dhe të ankohej, se ndërsa unë nuk isha, ai vuante shumë, kishte koll, thirri për ndihmë dhe desh vdiqi vetëm. E kupton tani se çfarë po ndodh? Jam e hutuar, nuk di çfarë të supozoj. Do t'i shpjegoj unë gjërat. Burri yt ka një demon brenda tij. E pash që nga momenti kur erdhe dje. Demoni I solli astmën dhe me astmën e burrit tënd do të heq qafe. Me që je shumë e ndjeshme dhe e dhimbësur, pasi e sheh të vuaj dhe të ankohet vazhdimisht për ty se nuk interesohesh për të, ti tretesh gjithnjë më shumë nga mërzitja. Por ai nuk mërzitet. Ai kollitet, pështyn dhe të ankohet. Vetëm kur je pranë tij sepse të synon ty. Sa po largohesh dhe ai nuk të sheh, qetësohet. Zonja po më shikonte dhe ngadalë kuptoi se çfarë po ndodhte. I thash çfarë të bënte për të luftuar demonin që të shpëtonte ajo dhe I shoqi. Ajo më dëgjoi dhe tani shkojnë mirë. Jeronti më tha një herë se erdhi një grua dhe e pyeti: "Jeront, çfarë të bëj me vajzën time? Ajo është shumë nevrike dhe grindemi." Edhe mua më kanë kapur nervat dhe shkova te mjeku dhe ai më dha një qetësues, por ato nuk po më bëjnë asgjë. Unë I thash: "Vajza jote ka demon, prandaj natoset." "Çfarë thoni, Jeront?" Më thot ajo. "Edhe unë natosem, kam demon?" "Sigurisht," I them, "edhe ti ke. Ashtu si unë që kur I natosem kam një demon brenda meje. E që vajza jote ka demon, edhe ti ke demon tjetër dhe secili shtyn tjetrin me pistolet në kokë dhe kështu bëhet sherri." Një ditë I them: "Jerond, di shkova te neurologu dhe mora qetësues se më kishin kapur nervat." Ai më thot: "Jo, kush I natoset ka demonin brenda vetes, edhe unë e them kështu që të gjithë ta kuptojnë mizorinë e satanait. Njëri demon e hedh një person në sulm, kurse personin tjetër që pranon sulmin e hedh në kundër sulm." Një vjere që kërkonte një shtëpi pranë djalit të saj, Jeronti I tha: "Gjeje afër, por nëse do këshillën time, të jetë 1 kilometër larg." Dhe kur vjera I tha: "Pse, Jeront, mendoni se janë vjehër kaq e keqe?" Ai u përgjigj: "Jo, bija ime, nuk të thash një gjë të tillë, por ja, do të shpëtoj nga goja ndonjë ditë do të thuash djalit: Bir, vish pulovrën, bën ftohtë." Dhe nusja do të thot me vete: "Çfarë ka kjo që kujdeset për burrin tim?" E kuptove? E di se si ndonjëherë një bisedë sjell një tjetër, hidhërohemi dhe shpesh na mbyti nati bashkë me ankesën. Por që të pranohet lutja jonë, që të vi Krishti brenda nesh, duhet të jetë një zemër e pastër, pas një pengesë, e lirë nga urrëtia, egoizmi dhe ligësia. Kur vështirësohemi dhe na mbetet një lëmsh në gryk, le të kërkojmë falje edhe nëse jemi më pak fajtor se tjetri, ose të vrapojmë tek ati shpirtëror. Ati do ta shohim fuqinë e përullësisë dhe të hirit.
Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga shumë përfirë Kafsëkaleviti. E përmishojnë të hylindës së shpëtona, pësimet më mbushën me turbullim, dhe shpirtin më mbytën me mërzitje dhe dëshpërim, po ti që të soma o zonja, me ngushëllimin dhe paqen e birit tënd. Lavdiatit e birit edhe shpirtit shenjtë, të lutem o zonjë o Shën Mari, që linde Isuin t'i shpëtoma nga çdo rrezik, më ty po përiki dhe të lutem, me tërë forcën e zemrës dhe shpirtit tim. Tani e për erë, e në jetë të jetëve, amin.